Sa I përket Erion Veliajt, si mendoni, pse u tërhoq nga vendimi I tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, duke theksuar më pas se e gjitha ishte një keq kuptim? Jo, Erion Velia nuk është tërhequr. Do të kuptojmë, tërheqja nëse ti nxjerr një akt administrativ, një vendim, siç ishte ai që të delegonte kompetencat e tij në kryetares së bashkisë, atëre që të bënte një veprim tjetër refuzues, ai duhet të nxirrte një shkresë tjetër ku të revokonte shkresën e parë dhe të linte fuqi shkresën e dytë. Ndërkohë që Erion Velia ka pasi pa të gjithë këtë zhurmë të madhe, atëherë Erion Velia reagoi me anë të Facebookut. Ne nuk e dim. E reagon Erion Velia se ai atje brenda nuk ka Facebook, nuk ka internet, nuk ka celular, dhe kështu që nëse do bëte një revokim nuk mund të bëhet me anë të Facebookut. Një shkresë që është firmosur, duhet nxjerrë një shkresë tjetër po të firmosur nga zoti Veliaj që të revokonte shkresën e parë. Prandaj them që ajo që ka bërë që shkresa e zotit Veliaj, pavarësisht se nuk është protokolluar, nuk është lejuar të protokollojë në institucionin e bashkisë, por është një shkresë që qëndron në fuqi. Kështu që kjo është diçka që nëse do shkonte në gjykatën administrative, një konflikt administrativ, padyshim që ajo do ishte një fitore e Erion Velis, sepse ai ka folur me anë të një dokumenti, dhe që ta shbënte atë dokument, duhet që të bënte një dokument tjetër që të revokonte dokumentin e parë. Prandaj them që duke parë gjithë këtë që Erion Velia nuk e ka më fuqinë, që njerëzit që ai delegon kompetencat nuk e ushtrojnë dot funksionin e tyre, kuptohet që Edi Rama ka marrë peng Bashkinë e Tiranës për të cilën thot bëni si them unë. Dhe kështu që ky quhet në gjuhën juridike një push institucional. Si mendoni në këtë rast, sa I përket reagimit të tij në Facebook, Erion Veliaj është shantazhuar, I është ushtruar presion? Çfarë mund të ketë ndodhur me të? Tani, këta kanë prishur dhe rregullat e mafjes, sepse këta e kanë kaluar dhe mafjen. Mënyra se si po operojnë këta dhe drejtojnë bashkinë dhe drejtojnë qeverinë, atë dhe mafia ka më shumë rregulla, ka më shumë disiplinë dhe ka më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin mafiozët, kupola mafioze. Pra, ndërsa këta I kanë thyer edhe rregullat e mafjes, kanë kaluar akoma në xhungël. Kupton? Këta kanë kaluar në xhungël dhe kështu që nuk ka më asnjë logjik kjo juridike, sepse Edi Rama bën veprime të cilat ne juristët dhe asnjë avokat, po qoftë ai juristi më I mirë I botës nuk mund të arrit dot ta perceptojë, ta kuptojë veprimet e Ramës, sepse veprimet politike ne kërkojmë t'i shbëjmë me mendime juridike, jo, nuk shbëhen veprimet arbitrare në shkeljet kushtetutës apo të ligjeve, ne kërkojmë I vëmë përballë arsyeën juridike. Po ti po dukesh arsyeën juridike një autokrati ose një diktatori, ti vjen me Roxhës arsyeën juridike që shikon se ti po shkel të drejtat e njeriut, nuk duhet ta bësh atë veprim. Ja kjo është edhe sot me Ramën, është e njëjta gjë, është e njëjta arsyetim. Kështu që dhe ne avokatëve na vënë një përgjegjësi, sepse ne flasim në bazë të ligjit dhe kur na dëgjon dikush tjetër thotë po këta janë idiot, duke kuptuar që Edi Rama nuk I njeh ligjet në këtë vend dhe prandaj që nuk ka më arsye juridike kjo. Kjo ka kaluar arsyeën juridike. Dhe ne mund të flasim për arsye juridike me një individ I cili ka prishur gjithë rregullat e lojës demokratike. Ne prandaj kemi ndërtuar ligjet që ne të disiplinohemi me anë të ligjeve. Nëse ne nuk disiplinohemi me anë të ligjeve dhe I shkelim ato ligje, atëherë çfarë mbetet tjetër që jemi? Jemi në një xhungël. Dhe kjo është ajo për të cilën ne kemi folur dhe do vazhdojmë të flasim këtë ditë, por nuk ka asnjë rëndësi kjo, sepse autokrati nuk pyet fare as për mendimin tim, as mendimin e juristëve, të analistëve apo dhe të kundërshtarëve të tij politik. Ai vazhdon në të vetën, e shkel ligjin, thotë, dua ta shkel, prokuroria është aty dhe shikon, të jeni të bindur që nëse do ndodhte në një vend kjo, të asaj Bashkimit Evropian që ky na ngrën na zgjon çdo mëngjes sy mos sy apo gjumë popullin si paraardhës I tij, dhe na tregon e Bashkimin Evropian, po Bashkimi Evropian ka sa rregulla mordial, do thonë aty kryeministri, ka sa rregulla të cilat nuk I shkel. Ka sa rregulla që s'mund të arrijë kryeministri, kancelari gjerman të shkojë të marrë kompetencat e kryetarit të Bashkisë Berlinit.
Dhe kjo është ajo bashkësia europiane që ky na flet shumë bukur i referohet, por në fakt ky vepron pasaj si në jo në Rusi se të kemi dëgjuar, por nuk e di tani as nuk i bëjnë dot një shembull të dytë, sepse nuk ka një shembull të dytë kjo që po ndodh në Shqipëri me kryeministrin që ka marrë peng bashkinë e kryeqytetit. Duke mbetur te ky raport midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se ndoshta Erion Veliajt mund t'i kenë dërguar edhe zarf me plumb brenda apo e kanë droguar, dhe se mënyra se si po menaxhohet Bashkia e Tiranës në këtë përplasje duket se ka një shantazh dhe një presion ndaj Erion Veliajt. Ju si mendoni çfarë po ndodh në këtë rast? Edi Rama kërkon ta përvetësojë të gjithë për vete Bashkinë e Tiranës dhe kërkon të nxjerrë jashtëloje një herë mirë Erion Veliajn, apo ka një skenar tjetër? Kjo ta filloj nga fundi. Ai e ka nxjerrë tashmë jashtëloje Erion Veliajn. Erion Velia thash një herë, është një i vdekur politikisht. Erion Velia ka mbaruar politikisht. Vetëm se nuk është bërë varrimi në thonjza, në kuptimin nuk është bërë shkarkimi. Edi Rama da ki shkarkuar ato, po vetëm se ka hallin e zgjedhjeve të 11 majit. Sepse nuk mundet se nëse shkarkon sot brenda 45 ditësh duhet të shpallë presidenti sipas kushtetutës dhe ligjit duhet të shpallë zgjedhjet. Dhe atij Ramës nuk i konvenon, nuk do që ai të bëjnë bashkë me zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet kryetar Bashkisë së Tiranës, sepse ai nuk di fatin e vet një herë. Çfarë do bëhet në 11 maj, pastaj të mendoj për Bashkinë e Tiranës. Kështu që ai tani po pret të përfundojnë zgjedhjet e 11 majit, duke përfunduar zgjedhjet e 11 majit që ai mendon të fitojë, atëherë çfarë bën? Shpall zgjedhje për kryetar bashkie dhe pastaj fut të gjithë grupin e tij për të fituar zgjedhjet siç i fitoi edhe në 2 vite më parë në Tiranë. Kështu që kjo është ajo për sa i përket pjesës së Erion Velis që ka mbyllur historinë me Bashkinë e Tiranës. Pastaj për sa i përket zotit Rama, nëse ai e ka në dorë të gjithë, shiko. Unë siç ka vajtur po vend gjërat në këtë Republikë, unë mendoj që më mirë të shkrijnë fare ta prishin ligjin dhe 139/2015 për pushtetin vendor dhe ta kthejnë, thash, si komitetet ekzekutive dikur, të emëroj kryeministrin, kryetarin e bashkisë, mos të lodhen kot duke bërë zgjedhje çdo 4 vite dhe kështu që dhe harxojnë dhe para, e kështu me radhë, kur ndërkohë që kryetari i bashkisë nuk e pyet kush, mund të arrestohet kur t'i teket prokurorisë, mundet ta heqi kryeministri kur t'i doj qefi sipas kushtetutës për shkelje të rënda të kushtetutës dhe kështu me radhë. Dhe kështu që ku ishim, ish gjikundi. Ku është vullneti i qytetarëve, ish gjikundi. Kështu që kjo historia e zgjedhjeve fiktive, sepse këta zgjedhjeve janë kot, është një lloj koti kjo që po bëhet me zgjedhjet. Është një lloj koti sepse ti fiton zgjedhjet, i fitoi zgjedhjet ai në Bashkinë e Imarës, ky çfarë bëri, arrestoi, nuk e la të bënte betimin dhe të ushtronte detyrën e tij, edhe pse ishte me statusin e paraburgosur. Kështu që tashmë nuk kam asnjë dyshim që Edi Rama kontrollon të gjithë pushtetet të Shqipërisë, edhe pushtetin vendor, edhe gjitha me radhë.